Zonja dhe zotrin, sonte i ftuar për herë të parë, ekskluzivisht përballë Dardangashit. Zëvendës ministri i mjedisit, njëherë është ish drejtori i kundërzbulimit në Shik, njeriu të cilin e implikuan së fundmi në rastin Kiqina, zotri Ferhat Shala. Mirëmbrëma shikues të nderuar, mirë se keni ardhur në publik. Sonte me ne zoti Ferhat Shala, zamës ministër në qeverinë e Kosovës, përndryshe dikush që ka qenë i përfshim në lëvizjet për shtirimin e Kosovës prej ditëve të para, duke qenë edhe pjesëtar i luftës, si komandant i luftës, duke qenë edhe pjesëtar i shërbimit të Faqeterit të Kosovës, duke qenë pra pastaj edhe antar i Partisë Demokratike të Kosovës dhe zamës ministër. Mirë po dikush që nuk ka qenë shumë publik, këto ditë emri i tij është përfol për një rast ose disa raste. Për këtë arsye dhe për arsye tjera kemi ftuar zotin Shala që të bisedojmë, të tentojmë të sqarojmë se për çka është u bë fjalë. Mirë se ka Ferhat. Mirë se gjej, faleminderit shumë për mundësinë që më keni dhënë, që në fillim ju falenderoj dhe kërkoj ndjes të gjithë atyre shikuesve, miqve, dashamirëve, bashkëluftarëve, nxënësve, studentëve të cilët realisht nuk presin nga unë sot që të trajtojmë temat e karakterit çfarë këto ditë po qarkullojnë në media, por megjithatë për shkak të rrethonave që po krijohen, për shkak të situatës që është kriju mediatike, unë jam i gatshëm që të përgjigjem dhe të bashkëbisedoj me ju që gjithçka që është brenda kornizës edhe etike, edhe morale, edhe ligjore, ne ta sqarojmë bashkërisht. Zoti Shala, sot dje par dje ka qarkulluar lajme të përfshirë edhe spekulime të arrestimit, të spekulu për përfshirjen e zotit Shala në një rast, i cili është një rast që përmendet me përmi një dekadë. A jeni befasu kur e keni dëgjuar këto lajme? Realisht për mua nuk është lajm i parë tash, lajme të tilla, lajme të natyrës spekulative, kam dëgjuar edhe më herët, por ka disa muaj që aktorët tash që po insistojnë që këtë lajm të hudhet mbi mua, më kanë ftuar përmes telefonit, do të vi zyrtare, dhe unë jam ul, pa e ditë pse po ulem me ta, rasti konkret me familjen Ramadani, kanë kërkuar që në fillim një mbështetje për rastin, për vëllezërit e tyre që realisht janë në Kjo ka ndodhur kur? Ka ndodhur para disa muajsh, realisht mund të vërtetohet, por që nuk kam marrë shënim sepse kam marrë si rast normal në fillim, dhe kanë kërkuar rrugë alternativa mbështetëse sepse janë pretendimet e tyre si të pafajshëm. Unë më do të sqaroj këtu që me atë familje kur në jetën time asgjë personale, asgjë të ndarë, asgjë të keqe, aq më hiq me djemt të cilët janë sot në vujtet e dënimit, po edhe me rrethin dhe fshatin e tyre. Nuk kam pas kur gjë të keqe, përkundrazi, i kam njohur dhe i njoh si bashkëluftar, i kam njohur dhe i kam respektuar aq sa kemi pas mundësi dhe rrethona në cilat të zhvilluar lufta jonë. Ngjarja që ka ndodhur e familjes Hajra ka qenë realisht ngjarje makabre, krim. Por që unë nuk jam ai që e definoj si qysh ka ndodhur sepse janë organet, janë institucionet të cilat edhe kanë dhënë dhe mund të dhënë mendim prapë për këtë punë. Pra, në rrethona çfarë më është kriju situata e takimit të fundit ka qenë që a ka mundësi zgjidhjeve të ndryshme institucionale apo private me ndihmu procesin që ata janë të pafajshëm. Unë realisht në këtë rast as kam pas insistim, as kam pas asnjë lloj involvimi, as në kaluarën, as në vonën e as tashmen, asnjë informacion, asnjë implikim të asnjë natyre qoftë. Dhe duke qenë këto të gjitha shumë të vërteta, të prekshme, të dokumentueshme, unë i kam kërkuar që kjo punë nuk është në dorën time, nuk mund të ndihmoj asgjë përveç aspektit dhe solidarizimit moral që nëse ata janë të pafajshëm, unë ndjej keqardhje dhe sot prapë po them, nëse vërtet janë të pafajshëm. Për çfarë arsye jeni ju tash të apostrofuar, të implikuar këtë rast? Ta shpjegoj. Dhe pas këtij rastit, ata kanë kaluar në të njëjtën ditë, në të njëjtën nejë, në të njëjtin moment, këtë normal, kanë thonë, po ne kemi disa pretendime që vëllezërit e mi janë të pafajshëm dhe je implikuar në situatën e familjes Hajra.
Prej ati momentit, unë i kam thënë që nëse ti ki fakte dhe argument, nuk i asë një minut kohë me humbë, me qëndru asë në burg dhe asë me mu, por drejtoju organeve të shtetit, vendore dhe ndërkombëtare, të gjithë atyre që janë përgjegjës dhe kompetent për situata tilla. Dhe këtu ka përfundu komunikimi im me ta. Në moment që e kum pa që ka pretendime, tendenca, apo dyshime, unë i kom thonë që këtu nuk komunikoj më, ne sot kemi shtet, ne sot kemi organet rendit, ne sot kemi gjyqësi, ne sot kemi këtu partnerët me cilët edhe kemi çliru këtë vend, kemi kriju shtetin ton, të cilëve unë realisht ju besoj. Dhe i kom thonë, drejtoju organeve të rendit, drejtoju organeve të hetusisë, drejtoju organeve kompetente, vendore dhe ndërkombëtare. Sepse këtu nuk kemi asnjë ndërhyrje. Fjala bëhet për një incizim, i cili ju implikon juve, a është ky takim ku është përmend ky incizim? Realisht ata kanë përmend në këtë takim, por unë që kam refuzu edhe ta dëgjoj, edhe ta shoh, edhe ta marr, dhe i kam thonë, këto nuk janë për mua, organet janë kompetente, organet janë përgjegjëse, organet mund ta verifikojnë të vërtetën dhe ne presim drejtësinë, presim shtetin, presim ligjin. Këtu ka përfundu komunikimi jonë. Pas disa ditësh, krejt në mënyrë normale ka përfundu komunikimi, më ka ardhur një mesazh që rikonfirmon këtë që kemi thonë që po unë do t'i drejtohem organeve të shtetit. Prej të njëjtit person. Njëjti person ka emër? Po, Faton Ramadani. Dhe mesazhin nuk e kam kthy, sepse i kisha thonë edhe në Tovolin që unë nuk komunikoj për këto probleme, sepse janë çështje të ndihshme, janë çështje të prekshme, janë çështje edhe juridike, edhe morale, edhe etike, të cilat unë nuk du të involvohem. Pastaj, pas një kohë gjatë, ka ardhur deri te ky moment kur realisht ato dalin, spekulohen, transmetohen, ripërpunohen nëpër rrjete sociale dhe pastaj modelohen në forma ndryshme me X raste, me X situata, të cilat unë prapë po them i kam pa surveju, monitoru, por që s'kam reagu absolut deri në ditën e djeshme kur unë jam detyru jashtë natyrës time me bën një reagim dhe me rikonfirmu këtë që për këtë rast as kam djeni, as kam qenë involvum, as unë, as rrethi im familjar, as shoqëror, as ushtarak i kaluarës, as jeta dhe rrethi im i tashmes. Me dijen time, as një moment, as një informacion tjetër nuk kam. Dhe unë prapë po e rikonfirmoj që në fillim të intervistës që unë u besoj organeve të drejtësisë dhe pres përgjigje. Për këtë situatë, për këtë rast dhe asnjë rast tjetër, nuk jam pyet asnjëherë nga asnjë organ zyrtar, shtetëror apo vendor apo ndërkombëtar, dhe nuk kam asnjë informacion se në çfarë pozicioni është kjo ngjarje, ky moment, ky aktivitet i tyre apo edhe për hir shikuese, po thojmë kështu, është një incizim për një individi, do të bisedojmë ndoshta edhe për kush është ky individi, se ne do të transmetojmë nesër në këtë terminin e një të emisionit Republika një pjesë të atyre incizimeve që ju personalisht edhe disa individ tjerë akuzohen se kanë qenë pjesëmarrës në këtë incident ose vrasje, edhe që ky incizim ju ka dorëzuar Euleksit, ose e ka marrë Euleksit, do të thotë pas një incidenti tjetër që ka ndodhur. Pyetja e keni ditë, ne e dyta pse ju? Pse implikoni ju, pse nuk implikohet dikush tjetër? Puna e ripërsëris, unë e kam ditë për e tyre, i kam parë nëpër Facebookat e tyre, nuk kam bon asnjë reagim dhe se kam plan më shumë se sa të komunikoj publikisht me opinionin e gjerë të bëj, përveç që e ripërsëris, ky është një tentim denigrimi, ky është një tentim i pa bazë, i pa nevojshëm, i pa arsyeshëm në raport me mu, rrethin tim, familjen time, arsyet nuk i di, besoj që koha do t'i qetë të gjitha të larat dhe të palarat në shesh, jam tepër i bindun që drejtësia mund të vënoj, por do të shkelqej, dhe ata që kanë gisht në dukurit e tilla, në vrasjet e tilla,
në inskenimet e tilla, në implikimet e tilla, duhet marrin dënimin e merituar. Personalisht jam tepër i prekur, i lëndum, i atakum familjarisht, moralisht, kombëtarisht, njerëzisht, një aktivitetit ton jetësor për këtë vend, për këtë shtet, sot me dalë me inskenime që nuk di ka kanë burimin, nuk e di a janë legale, nuk e di me porosit kujt janë ban. Unë nuk e kuptoj si ka mundësi dikush të flet, të incizohet, të rrshohet në rrjetet sociale, të atakohen njerëz, fytyra publike, familjar. Nuk e kuptoj, realisht. Dhe nuk du ta kuptoj pres që organet e rendit, u bëj thirrje edhe tash, publike, që të hetojnë këto raste, dhe normal, të marrin dënimin e merituar të gjithë të implikuarit, elementet kriminal, po veçanërisht ta kenë parasysh edhe mediat, edhe opinioni, edhe organet që edhe shpifësit, inskenuesit, mashtruesit, që pa bazë, pa fakte, drejtësia do ta vërtetojnë në fund, duhet përgjigjen. Kjo nuk është fushat e lehtë për ta kalu, kjo nuk është lojë fëmijësh që me dalë në gjitha mediumet qendrore të një shteti me një tentim incizimi të njerëzve që në rrethona shumë specifike nuk di as ku janë, as ka janë, as kush janë, të akterëve të cilët janë në durë të drejtësisë dhe të shtetit, të atakohen njerëz jashtë, intelektual, luftëtar lirie, adhëtar. Unë nuk e kuptoj këtë punë dhe besoj shumë që ndërgjegja njerëzore, intelektuale, e shnosh, po edhe gazetareske, nuk do të duhej ta bënte pa një dokument, pa një argumentim, pa një përfundim legal të një procesi hetimor apo të drejtësisë. Pra, këtë nuk e kuptoj ndryshe, përveç një situatë mjegulluese për ta godit X-in apo Y-in, grupin apo individin, formacionin apo kanë. Personalisht, më leja të thëmë, unë mburrë me jetën time, me karierën time, me të kaluarën time, edhe familjare, edhe intelektuale, edhe gjatë luftës ushtrisë shërimtare të lavdishme, edhe pas luftës me gjithë pozicionin që kam pas dhe kam. Dhe absolut asnjëherë në jetën time, asnjë lloj komunikimi, asnjë lloj debati, asnjë lloj ballafaqimi, të cilës natyrë qoftë, as si kam ikur, as nuk do të iki, këtu kam qenë, këtu jam dhe jam i gatshëm të ballafaqohem. Por me metoda të tilla tulta, denigruese, fushata, të inskenuara, për qëllime çfarë koha do t'i vërtetoj, kjo nuk më ka marrë mendja që njerëzit mund të vinë. Familja Ramadani, Kiqina, po flasim për rastin Kiqina, deklarojnë se nuk kanë asgjë personale me Ferhat Çolën. Po që kjo është një dëshmi që këta kanë mbledh në tentativën e tyre me dëshmu pafajësinë e familjarëve të tyre që janë në burg. Po, dëgjom, unë pajtohem plotësisht, sakt besoj, nëse ka pak ndërgjegje njerëzore që ata dinë që unë s'kam gjë ato. Por nëse është kjo e vërteta që e thuhet, pse s'presin në organet e drejtësisë? Cila është rruga për ta zgjidhur? Çish mund zgjidhet kjo? Komunikim me mu, individual, në kafe, ku mund zgjidhet? Në Facebook? Çka do të bëjmë na nëse ata pretendojnë? Pra, ideja është, absolut, unë e kuptoj që kur hub malli, thot fjala popullore, hub shpirti. E drejtë e tyre, njerëzore, është familjare, është me kërku të vërtetën për familjarët e tyre, që plotësisht solidarizohen. Dhe ju kërkoj falje për më të vogël lëndim pa dashje nëse si familje, si tërësi dhe si ushtar të ushtrisë qëndrimtare i lëndoj. Por, nuk zgjidhet problemi me rrjete sociale, nuk zgjidhet problemi të ataku njerëz pa bazë, nuk zgjidhet problemi të ataku njerëz me porosi. Jo, unë mendoj këtu është gabim, tentim rruga për të mjegullu nëse ka kund të vërtet. Pra, nuk jam unë ai që zgjidhi problemin në asnjë formë, as juridike, as sociale, as intelektuale, krejt sepse jam larg këtij problematike. As gjithë përbashkë me këtë përveç që jemi në një rajon, në një komunë, s'kemi. Ata fillimisht dikur me një moment kanë ardhur te ju, dhe kanë kërkuar ndihmë. Ju i keni udhëzu sa të shkojnë drejt në Eulex. Absolut s'ka rrugë tjetër. Po pse kanë ardhur te ju për shembull? Dgjoj,
ata pretendojnë që kanë që atin që zë, më thash, por edhe haj s'është për mu. Edhe haj nëse kanë, është për organe. Edhe haj nëse kanë, është për drejtsin. Në gjë, çështjet kanonore i kena mbyll. Ferhat Shala s'punon me kanon. Prej ditës kur Kosova shpall shteti pa varën, ka kushtetut, ka rregull, ka ligje. S'ke çka komunikon me mua intelektualisht as njerëzisht as moralisht për probleme të caktuara. Çka kanë më ulën? Çka do t'ju thamun aty? Pretendimet, për gjitha nivelet njerëzore dhe zgjidhjen e problemeve ne kemi sot, kemi rend, kemi rregull, kemi shtet, kemi ligj. Kush i besoj, kush i besoj, ka organe tjera. Gjyre asnjë institucion i drejtësisë absolut lidhur me këtë rast? Absolut. Edhe pse ju thonë se keni marrë arrestu këtu ditë media. Absolut, kush s'm ka pyet. Jam tepër i sinqert, tepër i hapur, tepër i gatshëm. Unë fati, jetë, aksidentalisht jam gjallë, kam mujtë më vranë luftë shumë herë. S'kam asnjë arsye ta bëjmë më të vogël në veprim për të largu asnjë moment për drejtësisë që me cilën ne kemi ndërtu. Kjo që është. Bashkë me këta partner, bashkë me këta miq. Po kthehemi pak mrapa. Ferhat Shala është një prej njerëzve kyç të shërbimit informativ të Kosovës, deri në mbylljen e tij, prej fillimit. A është kjo një prej arsyeve, ose pse njerëz mund me mendu që ka pas implikime, ose pse mund të ketë diçka tjetër, a mund pak na ndihmosh roli i Ferhat Shalës në luftë, roli i Ferhat Shalës në shërbimin informativ të Kosovës, që për disa është organizatë e mirë, për disa është organizatë, disa cilësojnë dhe kriminali. Po mundohem, o te me gjanë, po me gjithat po mundohem që t'jemi pak me i shkuar. Për shikus, për përzës, ju keni qenë drejtor i drejtorisë të kundërzbulimit. Po. Një për shtyllave kyçe të shërbimit. Varet që e vlerësojmë. Me gjithat, unë përkthehem pak në retrospektivë. Se cili njeri personalitet intelektual lidhet me diçka për vendin e vetë, për tokën e vetë, për familjen e vetë, për idealin e vetë. Në jetën time kam batica dhe zbatica, nuk është as kjo e fundit që tentohet, por që realisht ka diçka që të mban gjallë, të frymëzon. Ka diçka që jeton me ta, krenohesh me ta. Donë për t'i përmeni disa prej tyre që nuk janë shumë. Krenohem me të kaluarën time në ilegale, krenohem prej ditës të parë e deri në të fundit me Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës që kam qenë pjesë aktive e zhvillimit të saj deri në shtab përgjithshëm. Është krenaria më sublime e imja. Dhe hiç më pak se kjo, krenohem, jam bashkëthemelues edhe i shërbimit informativ të Kosovës deri në ditën kur Kosova u shpall shteti i pavarur, deri në datën publike kur shërbimi informativ ka mbyll zyrtarisht funksionin e saj. Gjatë këtyre periudhave, qoftë në UÇK, qoftë në shërbim... Çka është marrë Ferhat Shala në shërbimin informativ të Kosovës? Ferhat Shala ka udhëheq drejtorinë e kundërzbulimit pranë shërbimit informativ të Kosovës. Nga dita e parë deri në ditën e fundit. Çka i bën kjo për... Kjo i bën kundërzbulim, në gjuhën profesionale kemi pas detyrë me njoftë palën kundërshtare, me paralizu palën kundërshtare në bazë të informacioneve, me sensibilizu gjithë institucionet relevante për shkallën e rrezikut nga pala kundërshtare nëse ka, e që fatbarësisht ne kemi avancu shumë në zhvillimin institucional shtetëror dhe kundërzbulimi ka mbulu pjesën e vetë të vjeljes informacioneve, për politikat subverzive në drejtim të gjithë ata që realisht Kosovën e kanë trajtu problem, e kanë trajtu armik, kanë pas pretendime territoriale, operacionale, në drejtim të shtetit, të integritetit, të ekonomisë, të jetës sociale, të jetës publike, të jetës qytetare të Kosovës, të vendit tim. Dhe mbi bazën e informacioneve që drejtoria e kundërzbulimit ka siguru,
ka marrë masat preventive. Dine sakt që është thonë dhe ma herët, Shërbimi Informativ i Kosovës ka qenë organizat gjurmuse, hulumtuse, informuse. Dhe mbi bazën e informacionit ka punu, ka funksionu dhe ka kryu aktivitetin e vetë dhe në datën kur zyrtarisht është mbyllë. Specifika e drejtorisë është e vërtet e madhe që të ka obligu institucionalisht, shkencëtarisht, profesionalisht me i njoft njerëzit, me i njoft shtetet për rreth, me i njoft shërbimet e shteteve tjera. Po, kundrët kryesore, po supozojmë që ka qenë Serbia, po? Mund, supozojmë dhe është fakt historik. është edhe në historike. Qindra vjet na kemi probleme territoriale, kombëtare, njerëzore me shtetin serb. Ende kemi probleme shumë aktuale. Ferraciola pra duhet me ditë, po supozojmë kush janë bashkëpunëtorët, kush kanë qenë bashkëpunëtorët. Ferraciola e din çfarë sa ka pas mundësi me ditë me njoft shërbimet e rajonit. Jo, po flasim për Kosovë. Vijat përgjithshme, me njoft veprimet e tyre, metodologjinë e tyre, punën e tyre, pretendimet e tyre, mundësitë e tyre, aktivitetin e tyre. Pra, dhe me e bon këtë çka është e mundur, që këtë aktivitet, punë subversive, punë në dëm të shtetit, vendit, atë dheut, me stopu. Shumë publike. Me stopu me metoda demokratike, legale, njerëzore, shkencore. Pa i keni ditë ju kush janë bashkëpunëtorët e Serbisë në Kosovë, a i dini kush janë bashkëpunëtorët e Serbisë? Ndëgjëm, çështja bashkëpunëtorit është, me thënë të drejtën, shumë relative në relacion me njohjen e politikave agresive të disa shërbimeve që kanë funksionu në drejtim Kosovës dhe funksionojnë fatkeqësisht hala. Jo, për Serbi është e fjala. Edhe për Serbi po flasim këtë kontest, shumë hap. I keni ditë? Dhe është detyra imja, kemi punu me vite për me njoft, normal që i kam ditë. Nuk pasam që as nuk pretendoj as njëherë që unë jam aja, por që kam punu në këtë drejtim, që kam kontaktu, njoft dhe vepru me shumë njerëz të kategorive të ndryshme, të fushave, të sigurisë, për të pa këto që thash më herët. Po mënona me kuptu, do më thonë, ti i din, po ti në kuptim shërbimit, jo në kuptim të Ferratit, bashkëpunëtorët e pushtuesit serb, ose si të shqit të quajmë, në Kosovë, edhe në atë kohë, gjatë okupimit, gjatë luftës, ndoshta edhe pas luftës. Ka qenë pjesë e aktivitetit tim. I bjen po, ti i din. Pjesërisht, s'më me thonë absolut kur. Gjithë nuk i njoh. Shqiptar? S'ka, është pretendim banal me thonë. Dgjë, ne këtu nuk mund të nalmi me emrat përveç, nuk mund të nalmi me nacionalitete, nuk mund të nalmi me kategori gjinore, nuk mund të nalmi me kategori intelektuale. Unë jemi bindur që ka pas serb që kanë punu për shërbimin serb, që kanë qenë këtu pushtues, po flasim për njerëz që intelektuale, pretendoj që është gabim i rënd, edhe shkencor dhe intelektual me pretendu që s'ka pas. Është gabim i rënd me pretendu që s'ka. Është gabim shumë i rënd. Çka bëjmë na me informatat që i kemi lidhti? Ndëgjëm. Ku janë ato? Problemi esencial është, po të kthena prap. Informacioni nuk merret për askujt tjetër përveç prej njeriut. Puna kryesore e këtyre çështjeve është njeriu. Dhe absolut natyra më ka kriju të tillë me kënaqësi njerëzore në shërbim të vendit tim dhe unë vërtet jam mundu brenda kornizave të kohës, rrethona specifike, informacionet që kam pas me kanë në shërbim të adhevt në forma të ndryshme specifike që janë përcjell tek institucionet relevante për momentin e caktuar. Normal që këto punë, asnjë shërbim në botë nuk i ban as publike, as mediatike. Kanë bërë krejt shtetet e mundshme për njerëz që kanë punuar për shërbime të armikut, po flas për Rumani, po flas për Gjermani lindore, po flas për shtete që ndërtojnë demokratike. Jemi në një fazë edhe Shqipëria. Po, Shqipëria si ka bën, pjesërisht, nuk i ka bën Shqipëria. Pra kur do të kemi informatat që janë mbledh në drejtorinë? Që nuk varet prej nesh. Prej ku varet? Informatat tash ka përfunduar çështja e shërbimit. Unë nuk jam tash punëtor shërbimi, po flas
Nuk jam zyrtarisht, sinqerisht, e thënë, prej ditës kësaj dërzu, unë më jam Ferhat Shala, jam punëtor i Universitetit, doktor i shkencave teknike, ligjeroj në universitet tash 15 vite. Por, kjo çështje varet nga institucionet. Sot kemi institucione tjera që janë profesionale, që unë pretendoj që e njohin të punë, që punojnë. Edhe i konsultojnë këto informata. Kur, nuk flas për institucione që janë kompetent, kur duhet hapen dosjet, si duhet hapen dosjet, me çfarë praktike dhe metodologjie, në çfarë shkallë. Kjo çështje prap relative që vendosin instanca tjera shtetërore, nuk vendosi unë, as këmë vendos atëherë, as tash. Kjo është proces politik dhe i sigurisë që kur është momenti duhet. A do duhej, unë jam thellë i bindur që është e shnetshme për Kosovën, sa më shpejt, që ta njohemi vetveten, që ta njohemi realitetin, që ta njohemi të kaluarën. Nuk kemi çka i frigomi të kaluarës. Edhe pretendimet e të tjerëve, qarqeve të caktuara sot, që më atakojnë padrejtësisht, ullë, konsideroj që mund të kenë elemente të tilla të frikës, të panikut, nga këto që po e shtroni tash. Ju tham shumë sinqerisht, kur në jetën time informacionin nuk e kam përdorur, as më të voglin, as për të shantazhuar njerëz, as për të keq përdorur, as për të bën publik. S'mundet me thënë kush, hiç absolut, kur në jetën time, ato i kam marrë dhe i kam dhënë shtetit Kosovës. Dhe këtu përfundon filmi me mua. Nëse ma Shteti vën, Kosovës sot i posedon gjitha informatat që keni mbledhur. nuk marr përgjegjësia, i posedon aty, ai kanë bërë taket, unë kam vepruar deri në 2008 dhe deri në 2008 këtë çka u dash, u shpërndau në rrugë Para se institucionale. shkruajmë një paullë shkurt marketingut, do të thotë ju jeni që të hapen dosjet për gjithë? Që të dihet kush ka qenë, me kon ka qenë, çfarë kohë? Ta përmbylli këtë punë. Pra, friga në temën e mahershme, që unë mund të flas, të drejtoj gishtin X-it apo Y-it, kjo as nuk ka ndodhur, as ka nevojë më ndodhë, se kam bën për individ dhe për situata personale. Nëse ka të tillë që mund ta marrin si rrezik, po them thojza, hiqni atë rrezik. Për mua nuk është më rëndësi a shkruan X a Y, është rëndësishme të gjithë ata me pas një ndërgjegje të pastër, me pa deri ku shkon njerëzoria dhe me përfundu këtë. Mesazhi është që Ferhat Shala nuk është të i përdor dosjet për kërkon privatisht. Absolut kur një jetë. Absolut kur një jetë. S'mund ta argumentoj, as ta thot, as këtë spekulime, fjala prapë i kthena popullit që po i kthejmë ndryshe, një për arsyeve që mund t'jeni të atakuar është për shkak se ju posedoni. Mund t'jeni. Nuk tham për element, për rastin konkret të familjes apo suar, kur nuk besoj. Rasti i familjes Hajra, do thot për rastin Kiçina kur nuk pretendojnë këtë, nuk besoj se absolut kur s'kam besuar, as nuk besoj. Do thot kjo s'ka të bëjë me familjet apostrofuara, të cilat sot janë në këtë situatë. Të tjerët jashtë këtyre do thotë po ikim edhe pak pra pauzës marketingut, si jeni gjetur këtë rast tash? Do thotë është një rast i cili përfolet, është përfol në kuvend, është diçka cila është përfol prej fillimit, si një rast shumë eklatant i drejtësisë dhe mosdrejtësisë në Kosovë. Si jeni gjetur këtë rast? Jo, pretendimi i tyre është i incizimeve. Kush është ky zotnia e incizimit? Incizimeve sipas asaj që shkruajnë në rrjetet sociale, gjithmonë i referohem rrjetet sociale të Po përsëris ne si redaksi e kemi incizimin edhe dim kush është, po ai dini ju kush është incizim i Shpresimukës. Shpresimuka. Po i referohem gjithmonë rrjetet sociale që e kanë akuzuar. Pra, ky është preteksti. Por unë nuk mendoj kur që ka diçka reale. Prap, kur nuk mendoj që ka diçka zyrtare. Kur nuk mendoj që ka diçka të vërtet. Populli thot edhe diçka, dy të pa shpirt, një pa kokë. Kur se mohoj, që në situata të tilla, njihen edhe historikisht situata të tilla, edhe në punën e luftrave, edhe në punën e paqes, edhe në punën e shërbimeve, që ka tentime, krijime, situata kur realisht krijohen të tilla. Pra po tham, nuk pretendoj, por besoj fuqishëm në drejtësi. Ka qenë Shpresimuka pjesëtar i Shikut? Kur, asnjëherë. 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 Në asnjë rast, në asnjë moment, të gjitha janë insinuata, tentime, ç'gjë. Puna Shikut tashmë si duket është për mua, kam menduar që po shterran, është bën
tepër deri në fund. Nuk ka qenë. Këtë tema e ngritë në rastin e mahershme kur ka qenë i famshmi ACD-ja Bllacës, por asnjëherë nuk kanë qenë punëtorë të shërbimit. As shpresimi, asaj, as të tjerë që po ekzistojnë. Absolut kur. Nazim Bllaca, shpesimu ka s'kanë qenë kur punëtorë të shërbimit. Hiç kur. Dhe prapë po them, po më fal, krejt aktakuzat e Uleksit bazohen në ose një numër i madh i tyre në deklaratat e Nazim Bllacës si ish bashkëpunëtor i Shikut. Jo. Shërbimi informativ i Kosovës që nga themelimi deri sot është fajtor kujdestar. Kur s'kan ku i lanë të tjerat, këtu e ke derën hapur. Është kriju pa drejtësisht një perceptim i tillë që çdo keqbërës, çdo veprim mund ta ketë adresën aty, gabim. Momenti, koha, situata, unë nuk mund t'i caktoj ato, po kam e vërtetuar dhe po e vërtetoj çdo ditë që këto janë tentimkëshia për të shumë herë, fatkeqësisht, për të deviju, mbulu, të keqen, për të mashtru gjurmët e shumë çka tjetër. Unë pres që kjo sa më shpejt të zbardhet, unë pres dhe kam shumë interes njerëzor, familjar, miqësor, që e vërteta me dalë në shesh, kush do të qoftë ai. Po t'ju thrasi nesër, ju jeni të gatshëm nesër të shkoni deklaroni? Absolutën, nga ky moment jam i gatshëm. S'kam pse. E thash, kam dhënë atë që kam pas mundësi në të gjitha nivelet e jetës time për këtë vend, për këtë shtet. Jam i gatshëm prapë me dhënë se ka nevojë, por jo në të forma tulta, denigruese, shantazhuese, për të kriju diçka që realisht koha ka me vërtet. Po ja afrohemi fundit, pasi largum marketingun për shkak të bisedës interesante. A keni ju ndaj ide, a mund të ketë prapavi politike, mund të ketë prapavi çka, se megjithatë është interesant që po them ju nuk keni qenë njëri publik, nuk keni qenë njëri që keni dashur shumë opinionin. Edhe natyrisht unë e njihmi edhe personalisht. Edhe di që nuk keni qenë njëri opinionit. Pse po ju ndodh juve ose ty ky rast? Që tash me prejudiku nuk është mirë. Fundit aktivist, njerëz të apostrofum sot janë edhe në organet të drejtësisë. Unë nuk du me dhënë... Muka është i denu në burg, nëse për me javnu... Unë nuk du me folë asnjë fjalë për një proces që është zhvillim e sipër. Do të ishte gabim, edhe intelektual, edhe njerëzor, edhe juridik, që unë të pretendoj diçka në këtë fushë. Prandaj jam tepër i kufizuar që nuk du me ndiku absolut, as në të gjatë, as të majt, as plus, as minus, në proces. Prandaj, nuk e kuptoj asun, më besoni, nuk e kuptoj asun, pse, çka, si, ku është synimi. Dhe të presim, janë organet, nuk besoj kur, që nuk kanë me uzbarë të gjitha veprimet dhe pretendimet edhe ndaj meje, kanë me uzbarë, ka me dale vërteta dhe ne pastaj do të shohim ku jemi. Por është mirë shumë, është tepër mirë, edhe njerëzisht, edhe juridikisht, me pas parasysh që edhe ne mund të ndjekim të gjithë shpifësit, shantazhues. A të ndjekni shpifësit nëse... Po ju thamë shumë sinqerisht, deri tash, s'ka mendu me ulshu në ato nivele, por që kur e shoh që këtu nuk ka stop, nuk ka kufi të asnjë niveli, le të përgatiten ata që nuk kanë bazë, mund vënohen proceset, po kanë mu ballafaqu me drejtësinë. Ky vend nuk e meriton, jo mu, përjashto këtë mu. Unë jam vetëm një element i kësaj bashkësie të madhe. Nuk e meriton kujt i teket, si ti teket. Një gazetari, apo një korespondenti, apo një qytetari, apo një intelektuali, me hudh balit, me denigru deni këtë shkallë, me paralajmëru arrestim, me morë rolin e prokurorit, hetusit, policit, kujt jo. Kjo nuk është normale. Nuk është normale, edhe nëse e ka atë rol. Edhe nëse e ka atë rol, në asnjë shtet botës demokratik ku funksionon rani dhe ligji. Njeri që s'është kompetent nuk e merr rolin e huaj. Pra këtu, po ndodh diçka që nuk dihet realisht çka është ai që merret me këto rrjete sociale,
me këto shkrime, me këto emisione, në emën gazetarisë apo në emën të çka jo. Pra, normal që njerëz jemi dhe po prapë përsërisht rruga ligjore do të ndjeket edhe ndaj tyre. Zoti Ferhat Çala, jemi ka fundi i kësaj bisede me shkas, do të për shkak të insinuatave ose atyre që kanë dalë media, nesër po të njëjtin termin, në ora 20:45 do të emitohet një dokumentar më i detajuar rreth rastit Kiqina, prej do të momentit kur ka ndodhur vrasja, deri në arrestimet e këtyre që gjenden në burg, deri në këto ngjarjet e ardhshme tu i përfshi pra dhe këto incizime për të cilat diskutuam sot. Falenderoj shumë zotin Çala, i cili ishte i gatshëm që ballafaqohet më herët, paraprakisht me këto incizime ose me këto çka fliten ato incizime, dhe natyrisht shpresojmë se gjithë kjo që po e bëjmë si gazetarë, si televizion do të ndikojë që të zbardhet e gjithë kjo që ka ndodhur në atë rast, i cili është me të vërtetë një rast shumë i rëndë, edhe në aspektin e viktimave, edhe në aspektin e asaj se si është zhvilluar deri sot, edhe në aspektin e asaj se si dikush si zoti Çala për një gjendet në turbulencat e këtij problemi. Pra, shpresojmë se do të na ndesni edhe nesër, po ashtu shpresojmë se nesër edhe ditëve të ardhshme do të thotë kjo do ndikojë që të rishikohet gjithë kjo çka po ndodh. Për fund vjet edhe të falenderoj sponsorin gjeneral Postën e Kosovës, Telekomin e Kosovës, pra Valin, për ndihmën që na dhonë në realizimin e këtij emisioni. Natën e mirë, shikues të nderuar, mirupafshim nesër. Faleminderit shumë.